Kjo është pak a shumë realiteti, si është realiteti? Pra, a do preferonin shqiptarët një kandidat i cili ishte realisht i pavarur, realisht larg dy kampeve temi veteranet politikës shqiptare. Pyetja e radhës që ne i bëm publikut ishte: cilin kandidat të opozitës do të kishit votuar përballë atij të Partisë Socialiste? Dhe shikoni ndarjen si metik. Pra, këto, apo jo Zalosha, kjo është një pyetje që i drejtohet vetëm votuesve të opozitës. Tu kemi paraqitur vetëm votuesit të opozitës. Pra, kjo është një pyetje që është bërë votuesve të opozitës, pra votues që nuk e votojnë Olgeta Manasiliu. Dhe pyetja aty është drejtuar: cilin kandidat të opozitës do të kishte votuar përballë atij të PS-s? 50% thon Florian Binaj. 38.9% thon dikë tjetër. 11.1% thon Arlin Qorin. Fjala për ju, Beko. Tregon që entuziazmi që ka në kampin e Berishës për të fituar Binaj, mendoj që është shumë i vështirë, sepse fakti përderisa do të thënë shumë i vështirë që të realizohet. Kanë bërë dhe ata sondazhet e tyre thonë që fiton Binaj, është pritur mirë etj, por natyrisht ajo aty. Po siç fitoi Belin Kliçi ata këtë do thonë, edhe këtë do të bëjnë normal. Por pyetja që bët ju ishte drejt, a mund të kish më shumë shanse për të fituar një kandidat po të ishte realisht i pavarur në raport me një kandidat i cili është me gjasme? Sepse kjo lidhet me këtë apo jo? Pra, lidhet me perceptimin që kanë votuesit në përgjithësi, përfshirë dhe ata të opozitës, që Florian Binaj është i Sali Berishës. Përfshirë dhe ky 15.8% që Zalosha thotë janë kryesisht votues të Partisë Demokratike, cilët pothuajse të gjithë. Në këtë mes temi çfarë mendojnë këta, ka pak vlerë se këta mendojnë siç mendon Sali Berisha, dhe këta tjerët që mendojnë që është i Sali Berishës. Pra, këtu kemi një qëndrim të unifikuar, që Florian Binaj nuk konsiderohet kandidat i pavarur. Dhe si përkthehet në pyetja e radhës? Reflektohet aty sepse të kesh gati 50% e elektoratit që ti mendon që të realizosh fitoren, dhe ta kesh 50% jo me kandidatin, nuk them kundër, po jo me kandidatin zyrtar që ke nxjerrë si opozitë e bashkuar. Pra nuk është vot kundër, është vot pro. Pra, cili kandidat do kishit preferuar? Binajn, Arlin Qorri, i cili është zyrtarizuar. Kjo i bie që nëse do të votohet 50%, nëse 50% do t'i marri Olgeta Manasiliu, i bie që Florian Binaj të marrë 25%. Tani pak a shumë kështu. Nëse analiza shifrave është tjetër, do kemi pyetjen më vonë, por problemi i madh i Binajt. Pra, dhe një herë dalin tek ajo ta mbyll, vazhdo. 8.9. Ai është problemi më i madh i Binajt. Këta që nuk votojnë Majtas, por nuk votojnë asnjë kandidat PD-s. Ata kanë votuar në 11 maj, ata kanë votuar për partitë opozitare. Po pra, kjo është vot opozitare. Kjo 100% është vot opozitare. Do deshin një kandidat tjetër, jo Binaj, jo Qorin. Po pra, se si të Dhe problemi është që Binaj po nuk mori votat atyre, nuk ka shans të konkurrojë. Atë jemi duke thënë. Plani. Pra, për ata që po na ndjekin, janë pyetur ata që kanë votuar në 11 maj për opozitën. Po, vetëm ja e keni këtu sipër, vetëm votuesit, e keni edhe te grafiku, vetëm votuesit opozitar në 11 maj. Pra, ata që nuk kanë votuar PS-n. Dhe ajo çfarë rezulton këtu, zoti Balla, është interesant fakti që a është figurë bashkuese zoti Binaj, se gjithë frontit opozitar, siç pretendoi se do dilte me një kandidat për zgjedhjet bashkiake, sondazhi na tregon që zoti Binaj nuk është figurë bashkuese e votuesit të djathtë. Do të thotë që brenda strukturës votuesit djathtë ka skeptik, ka qëndrim radikal refuzues, ka dhe indiferent.